Mirëmbrëma dhe mirë se veni këto në 60 minuta. Në kohën kur kanë mbetur vetëm edhe 3 ditë nga paralajmërimi dhe vendimi që zëreja pritet ta marrë për ngritjen e çmimit të tarifave të energjisë elektrike, në studio pas pak do ta kemi ministren e ekonomisë Artane Rizvanolli, me cilin do të flasim lidhur me arsyet ose se si arsyeton qeveria këtë rritje të tarifave të energjisë elektrike. Do të flasim gjithashtu edhe për komentet që qeveria i ka dërguar sa i përket propozimeve të saj për shtimin e bllok tarifave dhe gjithashtu se si arsyetohet ky paralajmërim i zëres për ngritjen e tarifave të energjisë elektrike. Por si zakonisht në fillim ndjekim lajmet kryesore të ditës. Kryetari i detyri kuvendit pranon se formimi i qeverisë së re nga vendosja s'është i mundur pa koalicion, por LDK e PDK pozicionojnë qeverisjen me opozitën aktuale. Lirohen 2 serbë të arrestuar në Prizren, për cilët ministri i brendshëm Gjiraj Sreçta tha se janë oficer të sigurisë së Serbisë. Reagon ministra e drejtësisë. Një mitur në Prishtinë dyshohet se është dënuar sistematikisht për 1 vit. Autoritetet arrestojnë një të dyshuar e prokuroria e nis hetimet lidhur me rastin. Arrestohet një pjesëtar i policisë pasi dyshohet për të shënamuar, me për 2 të tjerë kërkohet suspendim me dyshimet për kanosje e keq trajtim gjatë detyrës. Glau Konjufca, kryetari në detyri i kuvendit, ka thënë se lëvizja vetëvendosje do ta ketë pamundur të qeverisë pa formuar një koalicion. Ai ka thënë se vetëvendosja nuk ka arritur qëllimin që qeverisë e vetme dhe se tash i duhet ta modifikojë rrugën për të arritur pushtetin. Konjufca tha se vetëvendosja ka pasur synim që në zgjedhjet e nënshkurtit të fitojë 500.000 vota në mënyrë që të drejtojë e vetme qeverinë e ardhshme. Por sipas tij, rezultati zgjedhor ka treguar se një gjë e tillë nuk është e mundshme. Te ka folur për letrën dërguar Lidhjes Demokratike të Kosovës për konsulta, Konjufca ka thënë se do të përdoret gjatë bashkëpunimit dhe partneritetit. Këto komente Konjufca i bëri pas një takimi me përfaqësuesit e partive politike, një javë para mbajtjes së seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Javën e kaluar, kryeministri i detyrë Albin Kurti ka takuar përfaqësues të komuniteteve me përjashtim të listës serbe, të cilët kanë zënë ursen në Kuvend. Apo se do të hymë me aleancën, apo se do të hymë me partinë demokratike. Na kemi qenë transparentë. Lidhjes Demokratike të Kosovës, Doarsa Kica Gjelili, ka deklaruar se qëndrimet e partisë së saj nuk kanë ndryshuar as pas ftesës së kryetarit të lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti për të konsultuar lidhur me konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Ajo tha se letra është dorëzuar kryetarit Abdi Gjikut dhe se i mbetet atij të përgjigjet për këtë ftesë. Ajo tha se mes partisë së saj dhe vetëvendosjes qëndron një mur i palëvizshëm, derisa ka shtuar se LDK-ja vazhdon të ketë qëndrim që ka pasur para zgjedhjeve. Eura Ismaili nga PDK-ja ka thënë se opsionet për formimin e qeverisë janë me partitë opozitare, duke shtuar se ideja e vijave të kuqe nuk nënkupton vetëm për koalicion. Ismaili Tutje ka thënë se nuk e sheh pengesë zgjidhjen e kryetarit kuvendit në seancën konstituive që pritet të mbahet më 15 prill. Pas takimit të sotëm me kryetarin e kuvendit ka reaguar edhe sekretari i përgjithshëm i AK-s Muharrem Anitaj. Ai përmes një reagimi ka thënë se ka shenja që lëvizja vetëvendosje nuk e ka votat për krijimin e qeverisë, derisa shtoi se duket që edhe konstituimi i kuvendit do të jetë veprim i komplikuar. Anitaj Tutje ka theksuar se është e mundur që konstituimi i kuvendit të jetë në dorën e listës serbe. Ndërsa në kryetaria e vetëvendosjes Albulina Haxhiu ka thënë se Albin Kurti do të jetë kryeministri i ardhshëm i qeverisë së re. Haxhiu në një deklaratë për media ka thënë se qeverinë mund ta bëjë vetëvendosja ose vendi shkon në zgjedhje. E në orët e pazitës ka pasur një takim të nënkryetarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, megjithatë për të kuptuar detajet e këtij takimi në linjë direkte e kemi kolegën tonë Valbona Bytyshi. Atëherë Valbona, përshëndetje dhe cilat janë informacionet e fundit nga ky takim? Përshëndetje për juve Donika dhe shikuesit e Koavizionit, siç e përmendet edhe ju, disa minuta pas orës 16 ka filluar takimi i nënkryetarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës së bashku me kryetarin e LDK-s Lumir Abdi Gjiku si dhe me sekretarin e kësaj partie. Megjithatë, nënkryetarët të LDK-s kanë pranuar apo një takim të tillë kanë arsyetuar duke thënë që është punë e tyre dhe që është zhvillim i zakonshëm, ndonse një takim i tillë është duke u zhvilluar disa orë pasi që Lidhja Demokratike e Kosovës ka pranuar ftesën nga lëvizja vetëvendosje për të konsultuar në lidhje me konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë së re.
Antarja e kryesisë së LDK-s zonja Jehona Lushaku ka thënë që nuk pritet që të ketë ndonjë ndryshim radikal të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por se përgjigjja ndaj ftesës së lëvizjes vetëvendose dhe të kryetarit të lëvizjes vetëvendose Albin Kurti do të përcjellet nga kryetari i LDK-s në të njëjtën mënyrë. Mbetet të shihet se cili do të jetë epilogu i takimit të nënkretarëve të LDK-s së bashku me kryetarin Lumir Abdigjiko dhe sekretarin Imri Ahmeti dhe të shohim se cila do të jetë përgjigjja e LDK-s ndaj ftesës së lëvizjes vetëvendose për të takuar në lidhje me konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë. Ndërkohë, Valbon, deri më tani nga deklarimet e zyrtarëve të LDK-s, a pritet që t'i përgjigjet Abdigjiku kësaj ftese apo jo? Si duhet t'i shohim? Valbona, më dëgjon? Valbona. Mirë. Duke që nuk na dëgjon Valbona. Atëherë edicionin e vazhdojmë me informacione të tjera. 2 serb të arrestuar të dielën në Prizren, që ministri i brendshëm në detyrë Xhelal Sfeshta tha se janë oficer aktiv të sigurisë në Serbi, janë lënë të lirë, ka konfirmuar për kohën prokuroria themelore në Prizren. Sfeshta pa të shkruar në Facebook se ata synonin të shkaktonin tensione ndërretnike fetare në Kosovë, derisa prokuroria tha se nuk ekziston dyshim i bazuar. Fillimisht në Prizren u arrestuan 12 serbë, më pas u liruan 10 në procedurë të rregullt. Ndërsa 2 persona që tashmë janë të lirë u ndaluan për 48 orë. Ministri në detyrë i brendshëm Xhelal Sfeshta të dielën shkroi në Facebook se policia i ka arrestuar 2 grupe të ndryshme, një në Prizren e një në Gjakov, që u thonin në 4 vetura me targa të Kragujevsit dhe tha se ndërta kishte pjesar të strukturave të sigurisë së Serbisë që synonin të bënin aktivitete destabilizuese ndaj Kosovës. E për këtë ka reaguar dhe ministra në detyrë Arbulena Haxhiu, e cila ka thënë se është shqetësuese lehtësia e lirimit të serbëve të arrestuar të dielën në Prizren. Një mbitur dyshohet se është dhunuar sistematikisht për rreth 1 viti nga i dyshuari me inicialet JG në Prishtinë. Zëdhënësja prokurorisë themelore në Prishtinë, Kaltrina Shala, ka thënë për kohën se hetimet kanë nisur nga prokuroria për dyshimet se i dyshuari me inicialet JG ka abuzuar seksualisht disa herë me viktimën. Prokurori kujdesar për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale dhunim kundër të pandekurit JG ka filluar hetimin pasi viktima e mitur me inicialet RG është abuzuar seksualisht nga i cili e kishte dhunuar disa herë për periudha kohore rreth 1 viti, ka thënë Shala. Ajo tutje ka thënë se prokurori çështjes kundër të pandekurit ka parashtruar kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit, ndërkaq që mitra është dërguar për ekzaminim ginekologjik. Policia ka njoftuar se më 5 prill është arrestuar i dyshuari për këtë dhunim. Një polic është arrestuar në fshatin Bukosh të Vushtrës në ndyshimin për të shtënë armësh, ka njoftuar Inspektorati Policor i Kosovës. Në rastet të tjera është rekomanduar suspendimi 2 policëve. Siç ka njoftuar Inspektorati, arrestimi i zyrtarit ka ndodhur sot në orët e hershme të mëngjesit, ku fillimisht Policia e Kosovës ishte njoftuar për një rast të gjuajtjes me armë zjarri pas orës 3 të mëngjesit në një lokal në fshatin Bukosh të Vushtrës. Një zyrtar policor tjetër është rekomanduar që suspendohet në ndyshimin se ka kryer veprën penale të kanosis brenda objektit të stacionit policor në Kaçanik. Në rastin tjetër, IPK-ja ka rekomanduar suspendimin e polisit në ndyshimin se ka kryer veprën penale të keqtrajtimit gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare.